Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në ndrejtimin e fortlumturisë së tij, kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, Joanit, ka zgjedhur mitropolitin e ri të Korçës, i cili është episkopi deri tanishëm i Krujës, Hirësia Anastasi. Hirësia e tij, mitropoliti i Korçës, Anastas Mamaj, lindi në Vlorë në vitin 1979. Ai u diplomua në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës në degën Administrim Biznes. Më vonë ndoqi studimet në Akademinë Teologjike Ngjallja e Krishtit dhe në Departamentin e Teologjisë dhe Kulturës në Kolegjin Universitar Logos, ku mori diplomë për studime teologjike sociale dhe shkenca fetare. U hirotonis diakon me 22 janar 2018, nga fortlumturia e tij, kryepiskopi Ndjer Anastas u hirotonis prift me 20 tetor 2019 dhe mori titullin e arkimandrit në 9 gusht 2020. Nga viti 2017 deri më sot kontribuon në administrimin e pasurisë kishtare dhe aktiviteteve ekonomike të Kishës së Shqipërisë. Është drejtor ekzekutiv i institucionit universitar Logos, përfaqësuesi i kryepiskopit në Këshillin Ekzekutiv dhe antar i Këshillit Administrativ të Fondacionit Klinika Ortodokse Ungjillizimi. Përveç gjuhës amtare, flet gjuhën greke dhe italiane. Fronëzimi i mitropolitit të ri do të bëhet më 27 shtator 2025 në orën 11 në Katedralen Ngjallja e Krishtit në Korçë. Në të njëjtën mbledhje të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë është zgjedhur edhe mitropoliti i ri i Gjirokastrës, i cili është mitropoliti deri tanishëm i Amantias, Hirësi Nathanaili. Para zgjedhjes së mitropolitit të ri të Korçës, ky institucion është mbikëqyrur nga vetë kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij Imzot Joani, i cili ka shërbyer për 27 vite me radhë në këtë mitropoli.